Nuk e di se çfarë mund të komentoj në lojën e banalitetit, e degradimit, e shpifjes, e akuzave të rënda, e një lloj njëllose që nuk është parë në Big Brother, e një personazhi që thot unë e kam strategji, e kam lojë, fjalën e kam për Rogertin dhe për leksikun e tij banal, ordiner, që futet në lëkurën e banorëve që pyet Selin se çfarë ke bërë ti në Dubai, me sa meshkuj njëkohësisht ke kryer marrëdhënie seksuale, pyet edhe Mateon, a ja bëjë motrës tënde këtë pyetje, se me sa meshkuj ajo ka kryer marrëdhënie seksuale njëkohësisht, për mua është e thjeshtë dhe ka vetëm një përgjigje në këtë situatë. Përjashtim, me zarf të zi nga shtëpia e Big Brother, Albania V5, kur janë përjashtuar dhe banorë të tjerë në rastin konkret Casey, ku ledioni në zarfin e zi që lexoi për përjashtimin e tij, vuri theksin tek dinjiteti njerëzor që shkeli me fjalët e tij dhe qëndrimet që kishte Casey aso kohe. A e ka bërë Rogerti këtë? E ka bërë mal, është toleruar jashtëzakonisht shumë në mënyrë të përsëritur, ai ka vetëm gjuhën e degradimit, gjuhën e ofendimit, gjuhën e shënjestrimit me gisht të vajzave, e uljes së tyre, e degradimit, pra nuk është një lojë kjo. Nuk është strategji që ti të hedhësh hipoteza apo ta nxjerrësh tjetrin apo tjetrën duke prekur moralin. Nuk ka asnjë lojë në botë që e pranon këtë gjë dhe nuk është që po pranohet as në rrjetet sociale, ka një mori edhe figurash publike që kanë dalë kundër qëndrimit të fundit që ka Rogerti, edhe pse është i përsëritur, produksioni ende nuk e ka dërguar një zarf në shtëpi, kjo do thotë që ende ju konvenon që ai të krijojë edhe të zgjoj polemika në atë shtëpi. Shumë duartorkitje për Selin që nuk u ul edhe të viktimizohet, por e ndoqi këmba këmbës duke i kërkuar llogari, ku e dinti për jetën time, çfarë janë këto ti që thua, pra i kërkoj që t'ja faktoj atë që ai e akuzoi apo e insinuoi, se thotë unë jam gazetar, por Rogerti nuk është as seksolog, as nuk di a ka dikush në këtë planet, në këtë botë të drejtën për të futur dhe për të bërë pyetje të tilla. Vetëm Rogerti mendon që e ka të drejtën dhe i bën sa kaq që më pëlqeu dhe maturia e Mateos nuk shkoi në degradim. I tregoi vendin, por me maturi dhe jo me një agresion dhunë, prekje fizike, se nuk është ky mesazhi që ne duhet të japim kur dikush na baltos familjen apo tenton të njollos gjën më të shenjtë, edhe pse deri diku mund ta ketë hak Rogerti një grusht, por jemi në Big Brother dhe prekjet fizike sigurisht që prekjet fizike dhe goditje të çojnë në eliminim nga shtëpia e vëllait të madh, kjo gjë nuk është në atë qasje dhe në atë djalin shumë të pëlqyer tej mase nga publiku që Mateo ka treguar dhe po e tregon ende në atë shtëpi ku nga ana tjetër prandaj dhe pëlqet masivisht Mateo dhe në publik, se ka një lojë ku tregon veten e tij, karakterin dhe nuk njollos, nuk prek tjetrin, nuk e nxit situatat për ta bërë tjetrin të ndihet keq dhe të përfitojë nga kjo situata për ta durmuar apo për të përfituar nga ndjeshmëria apo nga dobësia e tjetrit. Sa kaq nuk e di se çfarë mund ta përmbledh të gjithë këtë zamallahi që bën Rogerti, që shtrihet barkas pa e prekur banorë, që rrëzohet, është bërë në një klon, një palac, një njeri të neveritshëm nëse do të përdor gjuhën e rrjeteve sociale dhe në ato që shikoj që të komentohet gjërësisht. Për mua e ka humbur të gjithë shansin për të qëndruar më në atë shtëpi, se nuk ka çfarë të japë jashtë asaj shtëpisë, nuk nxit më situata brenda lojës, nuk nxit më tensione brenda lojës, përpos kësaj gjuhe të qelbur të pisët që ai ka, dhe nuk duhet më që në një lojë si Big Brother të lejohet cënimi i dinjitetit njerëzor, të lejohet cënimi i figurës dhe morali i një femre, apo të preken familjar, se nuk është më lojë, i bie të marrim kusia e kazana e lopata, çfarë na gjente në atë shtëpi, edhe të përleshme me njëri tjetrin në kuadër të lojës. Sa kaq sonde në Prime një banor ka kërkuar të lërë garën dhe të gjitha gjasat janë që të jetë Alessio, kemi parë dhe në Prime që është i fjetur, që sikur po e kalon me detyrim këtë eksperiencë, nuk e di pse ka zgjedhur të futet në Big Brother dhe të mbaj këto qëndrime shumë të vakta, shumë i përgjumur, shumë i tërhequr dhe shumë jo aktiv në lojë. Dhe për mua, edhe pse Ledioni her pas here i jep fjalën në Prime për ta bërë pjesë të situatave ku ai nuk ka
ka si situatë të tillë deri më tani, thjesht për ta zgjuar, për mua Alessio do dalë sot nga shtëpia me vullnet të lirë, se po e shikon që nuk ka hapësira për të treguar veten, ose ndoshta nuk do të luaj se ka frikë se mund të dëmtohet imazhin që ka krijuar jashtë. Sa kaq një dasëm do të ketë në shtëpinë e Big Brotherit dhe çifti potencial që kanë dhënë, le të themi, kandidaturën për të qenë ata që do të votohet nga publiku është Selin dhe Gimbo, pasi Brikena refuzoi që të bëjë një dasëm në kuadër të lojës, edhe pse po i humbet shumë shanset duke mos e ditur që ajo dhe Mateo janë një nga çiftet që publiku i pëlqen, që ka një lloj dashamirësie për t'i parë bashkë, për sa kohë Brikena këtë gjë nuk e do, atëherë edhe Mateo nuk insistoi që ta kërkonte me zor një lloj kandidature të dyve për qenë ata çifti që do të bëjnë dasmën pas votave që do t'ja publiku. Stenaldo nuk e di me kë banore tjetër u bë çift për të kërkuar dasmën, e sa i takon dasmës, sigurisht që do të ketë ftesa, mbrëm në mesnatë po dëgjoja Selin me Gimbal me grupin e saj duke thënë që ajo në dasëm nuk do t'i ftoj të gjithë. E këtu do të lind një polemik nëse do t'jetë ende sërish Rogerti në atë shtëpi, se Rogertin dhe Juelën Selin nuk do t'i ftoj, edhe ata sigurisht që janë prishësit e çdo situate në atë shtëpi që ka të bëjë me grupin kundërshtar, dhe padyshim do të krijojnë, nëse do të jetë ende Rogerti në shtëpi, situata të pakëndshme dhe do ta prishin të gjithë atë vajbin e bukur dhe domethënien kulturore dhe traditën që ka një dasëm në shtëpinë e vëllait të madh, edhe pse po bëhet nga një çift që ende nuk janë çift, por janë afruar, kanë dhënë ato puthjet e para, shkëmbimet, dhe padyshim që do të jetë diçka e bukur në këtë situatë ku ka vetëm trysni dhe një tjetër energji negative që vjen e shtohet nga Rogerti dhe nga të gjitha situatat, edhe duke mbetur se si nisi kjo situata e pyetjeve provokuese që bëri Rogerti. Deri diku e ka mbështetur Juelën kur vajzat janë gjuajtur, edhe ajo pati një lloj shpërthimi. E pati në living ku Rogerti po bënte këtë lloj biseda me Selin edhe me Gretën, ku ishte Juela ajo që sërish provokon për të nxitur debate, hapte këmbët, prekte Selin ku ishin tek dhoma e gjumit, duke hedhur petale, e më pas duke futur dorën te krevati ku ishte Rogerti, edhe hodhi një batutë edhe një, le të themi, një fjalë Greta duke thënë kujdes ku e lëshon dorën. Më pas ndolli kjo pyetja që i bëri Rogerti Selin me Sameshku, njëkohësisht kryer marrëdhënie seksuale në Dubai, edhe grupi i Selin ishin aty për ta gjykuar, për t'i kërkuar një lloj stopimi Rogerti, dhe Juela që shpërthen me shndritin duke thënë ju pse s'më mbroni mua kur vajzat Selin dhe Greta më quajnë pro, dhe nga ana tjetër çfarë bën Juela duke qarë me ngashërim, shkon tek dhoma e gjumit, ulet në krevat, e pas disa minuta shkon për jashta, ku janë dhe banorët e tjerë kundërshtar dhe qesh. Për mua, nëse do Juela të marrë një lloj mbështetje dhe një lloj suporti dhe një lloj drejtësie për fjalët, për veprimet, apo për gjithçka që ajo thot që vajzat për i bëjnë kundër saj, në rastin konkret Selin dhe Greta, duhet të mbaj një qëndrim dhe të mos bëj qesharake dhe të mos bëj në këto situata ku brenda 2 minuti ka një agravim duke qarë edhe një tjetrën për qesh edhe kthen të pasmet Gretës dhe Selinit kur janë për jashta. Për mua si Rogerti, si Juela janë futur në një kazan kur nuk po din të nxjerrin veten, janë vetëm toksik, vetëm me provokime, vetëm me ofendime dhe me një lloj banaliteti të panevojshëm në një shtëpi si jemi lodhur nga banalitetet ndër vite, dhe në këtë Big Brother që vijon nga këto personazhe nuk janë të hishme, dhe publiku si zgjodhi fituesi në Big Brother Kosova, zgjodhi njeriu, zgjodhi vlerat, energjinë pozitive. Ata nuk e kanë kuptojnë që lojë dhe strategji është ku ti degradon një los apo prek në moral, në dinjitet, në karakter dhe ofendon familjen e tjetrit, kjo ty të bën lojtar të fortë dhe të bën dinamik në lojë. Mbetet për të parë se kush do të zgjedhet lider. Nuk e di nëse do të jetë Mateo, duke qenë që ai është zgjedhur edhe një herë i preferuar i publikut, por për sa kohë publiku do ta zgjedhë dhe produksioni nuk duhet të bëj lojëra për të futur ndonjë indikacion, se e tregova edhe në vitin e
thjeshtme që Miri po jep informacione se çfarë bën në dhomën e rrëfimit dhe sikur po i del edhe po do ta testoj nëse do të zgjedhet ai lider sonde në Prime apo jo, e nëse nuk do të zgjedhet sigurisht ajo fytyra e tij që unë kam quajtur mirëziu pasi më jep dhe më transmeton energji negative dhe pse dje kishte një bisedë të bukur, tregoi me banor se si ishte njohur me partnerin e tij dhe besoj këto momente duhet të jenë më të shumta tek ai se sa të jetë i fokusuar në lojën dhe në mendime që ai ka vetëm për situatat që ka të bëjnë me Selin. Por edhe kjo e fundit është një kandidate dhe një potenciale për të qenë lidere e shtëpisë, se edhe publiku e do dinamizmin dhe karakterin që ka treguar që nga dita parë deri më tani në shtëpinë e Big Brotherit. Një Prime i gjatë pritet sonde, por duhen me vendime, e para përjashtim për Rogertin, e dyta t'i vihet një stop çdo lloj ofendimi, çdo lloj banaliteti dhe çdo lloj nëntshmimi dhe degradimi që po bëhet në këtë shtëpi, edhe të jenë më qytetar, të jenë më civil me njëri tjetrin, të jenë më të komunikueshëm dhe të krijon situata aty brenda pa të kaluar normat dhe një etik që Big Brotheri dhe patenta e ka të shenjtë. Duke dashur të dija dhe mendimet tuaja për këto situata, mos harroni të bëni edhe subscribe kanalit ton Kuajon në YouTube.